plot 15 vendbanimet e komunës Zhilinës nuk kanë ujë sjellës ende sot e kësaj dite. Punë tjetër e cila është e domosdoshme është qerdhja e parë komunale dhe do të rrisim transparencën dhe llogaridhënien. Si problem kurcial apo problem bazë me cilin ballafaqohet e tërë komuna e Zhilinës, nga 17 vendbanime, plot 15 vendbanimet e komunës Zhilinës nuk kanë ujë sjellës ende sot e kësaj dite. Jemi shekullin 21. Premtoj që ky problem në mandatin e ardhshëm do të zgjidhet. Punë tjetër e cila është e domosdoshme është qerdhja e parë komunale, e cila do të hapet në mandatin tonë, dhe në SOAZ apo në kompetencat të qerdhës komunale do të krijojmë nga një paralele në të gjitha shkollat ku do të përgatiten fëmijët për arsimin dhe do të rrisim transparencën dhe llogaridhënien ku çdo qytetar do të di se si harxhohet buxheti i komunës, pasi që sot kemi një jo transparencë të skajshme të mjeteve buxhetore.